Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimin të nësi të akumit më Allah subhana, atë e lusë dhe ati përgjom që të rafdori dhe të begoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përgjithë. Të ndorë vëllezër dhe motra, synimet e njerëzve në këtë jetë janë nga më të ndryshmet. Saktësisht, sa më shumë që njeriu fisnikurohet dhe sa më shumë që e ruan natyrshmërinë e tij, po edhe sa më shumë që e zhvillon intelektin e tij, gjitha këto, fisnikëria, natyrshmëria dhe intelekti, kanë me reflektua dhe kanë me ndiku fuqishëm edhe dukshëm tek synimet e tij. Saktësisht, synimet e tij do të jenë më të veçanta dhe rrjedhimisht edhe jeta e tij do të jetë më e veçantë. Dhe një prej synimeve më të veçanta të njerëzve të arsyeshëm, njerëzve me natyrshmëri të pastë dhe njerëzve me intelekt të shëndosh, është synimi i përmbushjes dhe i lumturisë. Saktësisht, është prej qëllimeve më të mëdha në jetë që njeriu të arrijë ta ketë një përmbushje të brendshme dhe një lumturi e cila domethënë e karakterizon jetën e tij. Dhe shpesh ndodh që privimi që njerëzit nuk arrijnë deri tek përmbushja dhe deri tek lumturia, pastaj i hamendosojnë kënaqësitë e jetës si lumturia dhe si përmbushje. Ndërkësh në të vërtetë kënaqësitë janë vetëm kënaqësi, nuk përbëjnë lumturi dhe përmbushje. Përmbushja dhe lumturi është ajo pjesa kulmore e mirëqenies së brendshme, saktësisht është ajo pjesa e përmbushjes së shpirtit, e cila nuk arrihet ndryshe vetëm se nëpërmjet një kompletimi shpirtënor. Dhe ky kompletim shpirtënor është i pamundur të arrihet nëse mungon besimi dhe adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Sikur krejt mirat e kësaj jete të jenë tek dikush, sikur krejt mundësitë e kënaqësive të jenë tek dikush, sikur gjithçka e mundshme të jetë e lehtë për njeriu për ta realizuar për të shiju të mirat e kësaj jete, megjithatë ato të gjitha e kanë një kufizim të ndikimit, saktësisht ndikojnë në një pjesë të jetës, në një rrethon të jetës, në një aspekt të jetës, mirë po nuk mund ta përmbushin shpirtin, ajo që përmbush shpirtin është pikërisht adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Ndaj bukuria më e madhe e fesë Allahut subhanahu wa taala. Pjesa më e bukur e fesë Allahut subhanahu wa taala është pikërisht ibadeti, pikërisht adhurimi i Allahut dhe madje edhe sikur të mos kishim përmendur asgjë prej bukurive të Islamit që i kemi trajtuar deri më tani, apo të tjera që si kemi përmendur, apo të tjera të cilat mund t'i përmendim të tjerë ligjërues, saktësisht sikur ta kishim lënë që vetëm ta shohim bukurinë e Islamit tek adhurimi, tek ibadeti për Allah subhanahu wa taala, do të kishte mjaftuar. Saktësisht jemi duke folur për ibadetin, për adhurimin i cili bëhet vetëm për Allahun te baraka wa taala. Jemi duke folur për adhurimin që i kushtohet qiltërisht, sinqerisht, me ikhlas vetëm Allahut te baraka wa taala. Ky adhurim është domosdoshmë bukuria e Islamit dhe jo adhurimet të cilat domosdoshmë përzihen qëllimet dhe njetet për diçka tjetër krahas Allahut, thot Allah Taala: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Ata nuk janë urdhëruar ndryshe vetë që të adhurojnë Allahun me sinqeritet. Jemi duke folur për adhurimin i cili bëhet me sinqeritet. Sikundër që jemi duke folur për adhurimin që bëhet sipas porosive fetare dhe jo sipas hamendjeve dhe sajesave të njerëzve, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Allah sallallahu alaihi wasallam sikur se ka shënuar Muslimi pe Aisha radhiyallahu anha, ka thonë kushdo që vepron, ban vepra adhurime që nuk janë sipas porosisë sonë, sipas udhëzimeve tona, ato adhurime janë të refuzuara, sikundër që jemi duke folur për adhurimet dhe ibadetet që i kushtohen Zotit në mënyrë të drejtë për drejtë, ku nuk merret mes robit dhe Zotit dikush për ndërmjetës, thot Allah subhana: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dhe kur ty të pyesin robët e mi për mua, thuaju që unë jam afër. Saktësisht, kjo që Zoti është afër nesh, kjo që duhet ta ndjejmë afërsinë e Zotit, kjo që duhet ta adhurojmë Allahun duke mos e par Allahun subhanahu wa taala, duke mos e ndjer Allahun si të largët. Saktësisht, kjo afërsi çfarë të jep? Çfarë rezulton? Nëse adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe i afrohesh, nëse adhuron Allahun duke u përpjek me fitu afërsinë me të, çka rezulton, çka fiton, çka merret frytshmëri në këtë jetë dhe në jetën e mëtejme. Ndaj sonte me lenin Allah subhanahu wa taala do të flasim për bukuritë e Islamit që shpërfaqen në raportet e tona shpirtërore. Saktësisht në raportet e tona të adhurimit, në raportet e tona të përshpirtshmërisë, teksa na i përgjërohemi dhe adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Le të fillojmë që nga ajo që është thelbi i çdo adhurimi, çdo ibadeti, niyeti, domethënë qëllimi. Teksa ti e bën niyet me e bën një vepër, teksa ti e bën niyet me fal namazin, teksa ti e bën niyet me e dhënë një lëmosh e kështu me radhë. Niyeti është çlirim.
Njeriu kur ban niyet mi ofro Allahu subhanahu wa taala, kur ka qëllim mi ofro vetëm Allahu subhanahu wa taala, ai njeriu është shumë i çliruar, ai njeriu është shumë i fisnikuar, ai njeriu e ka një forcë shpirtërore që nuk ka askur. Saktësisht është forma më e qartë e sforcimit të lidhjes me njëshin, me të vetmin. Saktësisht nuk mund të jetë rahat dikush i cili është duke synu kënaqësinë e njerëzve, dikush i cili dëshiron krejt botat janë të kënaqur me të, dikush i cili ka dëshira të përplasshme të tjerëve që ai do t'i përmbush, nuk mund barazohen këta me atë i cili e ka qëllim vetëm Allah subhanahu wa taala. Nuk mund barazohen ata me dikë i cili e ka synim vetëm fytyrën e Allahut te baraka taala. Ndaj pjesa më e bukur e kësaj fetarie është domethënë pjesa e njetit, ku ti e shpreson vetëm absolutin, ku ti e shpreson vetëm të plotfuqishmin, ku e shpreson vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe rrjedhimisht e ke një rahati tek shpërblyesi i vetëm. Saktësisht ndihesh shumë rahat që veprën të cilën je duke bë, veprën të cilën po përpiqesh me e bë për Allahun, ki me gjetë tek Allahu dhe ai është shpërblyesi i vetëm. Saktësisht sikur njëti të prishej apo të përzihej me dikë tjetër krahas Allahut, kush ka më dhon shpërblimin në fundin e ditën e gjykimit, kush ka më shpërbly për veprat e mira të bëna në këtë jetë, padyshim që është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pas njëtit për adhurimeve të tjera që ja vlen mu nënvizu dhe po e nënvizoj këtë si ibadet në rallë për arsye se ky ibadet pastaj e gjojmë të pranishëm në shumë ibadetet të tjera, është ibadeti i khushuit, ibadeti i përulësisë, i ndjenjës së frikë respektit para Allah subhanahu wa taala. Është ajo ndjenja e përuljes dhe nënshtrimit përpara Allahut te baraka wa taala. Allah subhanahu wa taala kur flet për shpëtimin e besimtarëve thotë kësaj, thotë qad aflaha almu'minun. Me të vërtetë besimtarët kanë shpëtuar. E kanë shpëtuar në dynjë në ahiret. Dynja kanë shpëtuar prej kthetrave të djallit dhe prej ligësive të shpirtit edhe prej çedereve të jetës, po edhe shpëtojnë ditën e gjykimit tek Allahu subhanahu wa taala. Kush janë këta besimtarë të shpëtuar? Thotë alladhina hum fi salatihim khashi'un. Janë ata të cilët namazin e tyre e falin me përulësi. Do thonë, përulësia që na është përfaqshme përpara Allahut, teksa e falim namazin, kjo është domethënë shpëtimi që e ndjejmë në shpirt. Kjo është ajo forca që na mban domethënë në jetë. Kur ti ndjesh shumë rahat që je për ulën edhe je nështuar përpara Allahut te baraka wa taala. Pasi na tregon Allahu subhanahu wa taala se kanë shpëtuar besimtarët që e falin namazin me përulësi, e falin me frikë respekt për Allahun, thotë walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Dhe janë ata të cilët nuk u avojnë veshin të keqës, e bojkotojnë të keqen. Ata të cilët teksa ballafaqohen me të kotën dhe me ligësinë, domethënë thjesht ja kthejnë shpinën edhe nuk i vënë veshin. Sikur na i tregon Allah subhanahu wa taala efektin e parë për ta pa bukurinë e namazit në khushu, për ta pa bukurinë e khushuit në jetën tonë shpirtërore, kësaj porosisë që kemi përpara Allah subhanahu wa taala. Domethënë efekti i parë është që e fiton një qetësi e cila të largon nga ligësitë dhe kotësinat e rrethit. Domethënë sot njerëzit vuajnë shumë nga ajo që i rrethon. Ndoshta njerëzit përcaktohen për me qenë shumë të mirë dhe shumë qetë dhe shumë korrekt, mirë po rrethi është shumë i kotë dhe rrethi dominon me përcaktime të kota. Mirë po kur ti je i përulur për Allah subhanahu wa taala dhe shpirti është dorëzuar për Allah te baraka wa taala, me një formë ka një qetësi sikur nuk i intereson se çka po ndodh për rreth. Sikurse edhe nuk e vë re ndoshta edhe çka është duke ndodhur rreth ti, e veçanti ku namazi bëhet me khushu, vjen deri te një rezultat që është periudhata më të madhe, thot Allah subhanahu wa aqimis salat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Faleti namazin, se namazi nal nga paturpësitë dhe nga veprat e liga. Saktësisht tre efekte që janë bukuritë të Islamit dhe të khushuit dhe të namazit, po na jepën në këto vargje ajetësh. Saktësisht e para është injorimi i kotësisë për rreth. Kjo është domethënë pejgamberi më të bukura në jetë, dikush ta ketë forcën e injorimit të së kotës që i del në udhë ose e ka në ambient ose në rrethin e tij. E dyta të largohet nga paturpësitë, edhe e treta domethënë të largohet nga të ligat. Çish ndodh që kjo që veç pse falesh, veç pse i përkushtohesh Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet adhurimit të namazit dhe përulësisë, ndodh që ta kesh këtë qetësi edhe të arrish këtë bukuri të Islamit. E shënon Imam Muhamedi dhe Buhariu për Enesit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Inal mu'mina idha kana fi s-salati fa inma yunaji rabbah. Kur besimtari është duke u falur, në të vërtetë ai është duke komunikuar me Zotin e tij. Kur muslimani, kur besimtari është duke u falur, në të vërtetë ai është duke komunikuar me Zotin e tij. Dhe kjo ndjenja e komunikimit me Allahun subhanahu wa taala e gdhen karakterin e njeriut. Kjo ndjenja që ai duke folur me Zotin e fuqiplot dhe me Zotin e gjithësisë e krijon një ndjenjë të brendshme shpirtërore që me një farë forme ti minimizon edhe ti menjanon domethënë fenomenat negative të cilat domethënë gjenden për rreth teje. Dhe kjo porositësi dhe komunikim që e bën
me Allahun subhanahu wa taala, për Allahun dhe para Allahut subhanahu wa taala gjatë namazit, e sforcon edhe një domethënie e cila është shumë e rëndësishme për fisnikërimin edhe qiltrimin e zemrës. Shërima Muslimi për Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Me të vërtetë Allahu te baraka ve taala nuk shikon në pamjet e juaja, në fizionomitë e juaja dhe në pasuritë e juaja. Mirë po, Allahu shikon në zemra dhe veprat e juaja. Saktësisht, kur ti qëndron rregullisht i vëmendshëm përpara Allahut subhanahu wa taala, me porulsi, synon ta kesh zemrën sa më të denjë, sa më të qeltër, sa më të pastër, që Allahu ta dojë edhe ta shpërblej. Saktësisht, Allahu i shikon zemrën, domethënë Allahu e shpërblen këtë zemër. Këtë zemër e cila është qiltru, e cila është përul para Allahut, është qetësuar dhe e ka fituar rahatin me Zotin e vet. Kështu që kjo përulsi dhe ky komunikim e ka në thelb edhe një domethënie e cila është prej domethënia më themelore të fetarisë, edhe të adhurimit dhe raportet shpirtërore ndërtohen pikërisht mbi këtë domethënie që është domethënien dhikri, sikur se thot Allahu subhana wa aqimis salata li dhikri. Ti falë namazin për më përmend. Falë namazin për me bë dhikr, falë namazin për të pasur vëmendjen tënde tek unë. Saktësisht, njeriu kur e përmend Allahun te baraka taala, e që padyshim dhe kjo kushdo që e ka sadopak në përditshmërinë e vet, e ndjen që për pjesën më të bukura të raporteve shpirtërore në fenë e Allahu subhanahu wa taala është pikërisht domethënien dhikri nga që sikur se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, dhikri i qetëson zemrat. Saktësisht thot Allahu taala: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ata të cilët besojnë dhe u qetësohen zemrat teksa ja përmendin Allahun. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, gjithsesi që me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pse qetësohen zemrat me përmendjen e Allahut? Ose ku është thelbi i qetësimit të zemrës me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala? Zemra qetësohet me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala sepse po përmendet ai për cilin është krijuar zemra. Saktësisht, dashuria e parë vetëm edhe më madhështore dhe absolute e zemrës është për Allahun te baraka ve taala. Dhe kur zemra mbushet me emrin e Allahut, kur zemra mbushet me emra dhe me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, realisht domethënë zemra qetësohet sepse po vjen aty për shka është domethënë realisht i krijuar. Saktësisht, dhikri, përmendja e Allahut subhanahu wa taala e aktivizon shpresën, dhe shpresa e bën ndryshimin e madh në zemrat e njerëzve. Nuk janë të barabartë, nuk janë të njëjtë njerëzit që janë optimistë dhe me plot shpresë në jetë, me ata të cilët domethënë ju mungon shpresa. Sikurse dhikri aktivizon tevekulin, mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala, dhe të jetosh me duke u mbështetur tek Allahu dhe pa mbështetjen e Allahut nuk është domethënë e njëjtë. Sikurse dhikri aktivizon pritjen, në jetë pritja për një rrugdalje, pritja për realizimin e një ëndre, pritja për një dëshirë kështu me radhë, është domethënë prej momenteve më të mira dhe jep shije jetës. Kështu që fjala bie për shembull njeriu kur e bën dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes, që është për ibadete më të rëndësishme për me e pa bukurinë e Islamit në përditshmëri. Për shembull, nëse mëngjes dhe mbrëmje dikush penesh thot: "Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain." O Zoti jam, ti që je i gjallë edhe je mbikëqyrës i përhershëm, kërkoj me ndihmën, me mëshirën tënde, kërkoj që të më ndihmosh, edhe të lutem të mos më lësh të mbështetem tek vetvetja ime, të mos më lësh të mbështetem tek forcat e mia, qoftë edhe sa një moment i mbylljes së çepallave të synit. Saktësisht, asnjë moment të mos ndjej që po e bëj vet, asnjë moment mos e ndjej që do t'ja dal vet. Saktësisht, të jem i mbështetur plotësisht tek Allahu subhanahu wa taala. Të jetosh me këtë dhikr është jetë rahati. Të jetosh me këtë ndjenjë, me këto domethënie që edhe sa një hapje dhe mbyllje e synëve, unë domethënë në çdo moment jam i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, në çdo moment e pres për krahin e tij dhe forcën e tij dhe ndihmën e tij, domethënë është padyshim një tjetër jetë, ose ndjenjat e sigurisë. Njerëzit investojnë maksimum dhe me krejt mundësitë që i kanë për të qenë sa më sigurt, për të krijuar ndjenjat të sa më shumë të sigurisë në jetë, ndërkaq këto asgjë nuk i përmbush më shumë se sa dhikri për Allahun te baraka taala. Për shembull, në mëngjes në mbrëmje dikush prej nesh thot: "Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Mu mjafton Allahu, tek ai jam mbështet, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, tek ai jam mbështet dhe ai është Zoti i arshit madhështor. Përsëritja e kësaj fraze, që ti je mbështet tek Allahu, mjafton Allahu, Allahu është madhështori, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala, padyshim domethënë të jap një tjetër ditë, të jap një tjetër natë, ose për shembull dhikri tjetër që bëhet mëngjes dhe mbrëmje, ku thuhet bismillahilladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, me emrin e Allahut, me emrin e cilit nuk bën dëm as
asgjë në tokë edhe në qiell, e ai është që është absoluti që dëgjon dhe absoluti i cili di gjithçka. Të jetosh me këtë ndjenjë që kur ta përmendësh emrin Allahut asgjë nuk bën dëm, ta përmendësh Allahun dhe të shpresosh në mbrojtjen e tij dhe për krahun e tij padyshim domethënë që është një jetë tjetër. Ose për shembull dhikri kur robi hyn në xhami. Megjithëse hyrja në xhami është një prej veprave që vetëse domethënë robi po për me kry veprën për veprën më të mëdha pas tauhidit, megjithatë dhikri i hyrjes në xhami jep një domethënie shumë të madhe të jetës, kur sigurisht është transmetuar që me bë bismillah, me thënë salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj me thon Allahumma iftah li abwaab rahmetik, o Zoti jam mi hap dyert e mëshirës tënde, mi hap dyert e mëshirës tënde. Imagjino sikur je përpara një realiteti që nuk po e di ç'n dëshirë po e ke synim, sikur nuk po e di cilën dëshiron ta konkretizosh një prej kërkesave edhe veç ja parashtron Allah subhanahu wa taala në tërësi, domethënë që hapni dyert e mëshirës tonë, domethënë dyert për të nënkuptuar domethënë të mirat e lloj-llojta, për të nënkuptuar domethënë të mirat nga më të ndryshme. Po pastaj nëse robi hyn në xhami me këtë dhikr edhe fillon me fal namazin, fjala bie namazin me xhamat, për shembull, cilët janë bukuritë e namazit me xhamat. Për shembull, namazi me xhamat e prish individualizmin. Individualizmi i cili sot është t'ua shkatërruar njerëzve jetën, individualizmi i cili është madje t'ua bën njerëzve mos me pa shumicën e bukurisë së jetës. Namazi me xhamat, ai i cili fal namazin me xhamat është larg nga ideja e individualizmit, për arsye se sado që ndoshta fillon të izolohet dhe të jetojë përmbrana një iluzioni të ishullit, megjithatë namazi me xhamat ja prish, e fal drekën dhe nuk shkon kohë shumë e gjatë vetë se vën namazi ikindisë kështu me radhë, gjatë gjithë kohës domethënë është investim i përditshëm për mos me elonën me kalu në individualizëm, sigurisht se namazi me xhamat individin e inkuadron në shoqëri. Dhe njëri i cili socializohet dhe shoqënohet është tjetër kundrejt atij i cili nuk ka rreth, i cili nuk ka shoqëni, nuk ka komunitet. Mirpo Allahu subhanahu wa taala ka bën namazin me xhamat kësaj për me kriju domethënë respekt muslimanët mes vetë dhe shoqëni të mirë me njerëz mirë, sigurisht që namazi me xhamat nuk të lën në asnjë moment, në asnjë situatë që mu vetmu me mundimet e tua. Siç njëri ka mundime dhe ka momente të mbikarkuar me stres ose me mendime të thella më shumë se sa duhet, mirëpo kur dikush nuk i mungon namazi me xhamat, ato mundime edhe ato mendime, edhe ato zhytje në mendime edhe mundin edhe më shumë. Dhe ndoshta kur vjen një moment që ti dëshon dalësh prej aty në mendime dhe mundimeve, ndoshta edhe mund të jetë shumë e vështirë ose mund të jetë edhe vonë. Ndërka që ai i cili ka namazin me xhamat e ka shumë ma lehtë për arsye se një selam të cilin përshëndetet, një këshill të cilin e dëgjon, një shoqëni që e ka në përditshmëri me të njëjtit me të cilët falet tek shmëron ja mundson një ambient, një rrethon shumë të favorshëm që mos më u zhyt domethënë në një botë të ftoftë, mirë po ja zaventson botën e ftoftë të vetmisë me një ambient të ngratë vllaznor edhe shoqënor edhe imanor. Pastaj në përgjithësi namazi, qoftë namazi i natës apo namazet nafile kështu me radhë, gjitha domethënë janë një qetësi ku robi shkputet prej dinamikës së jetës dhe botës, edhe pastaj përkushtohet Allah subhanahu wa taala, sidomos momentet e sejdës. Sidomos momentet e sejdës që është ndjenja të qenit afër të plotfuqishmit. Domethënë ndjenja të qenit afër dikujt. Ndjenja që për dikë je afër ose me dikë je afër. E kur ai afër është dikush shumë i fuqishëm, dikush shumë i vlerë, dikush shumë i dashur, është ndjenjë që e përmbush njeriu. Që si mund të jetë domethënë kur kjo ndjenjë është për robin, kur është afër absolutit krijuesit fuqiplot, Allahu te bareke ve taala. Shërimi Muhamedi muslimi pe Abu Hurajra sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Thot mos afërmi që mund të mëkon robi me Zotin e tij. Mas afërmi që njeri është me Zotin e tij, me Allahun e Madhreshëm, është momenti kur robi është në sejdë. Është momenti kur muslimani është në sejdë duke i bërë sejdë Allahut, thotë fa akthiru ad-du'a, ndaj ju lutni sa më shumë në momentet e sejdës. Sigurisht se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që shumë e sigurt është kjo afërsi, kjo ndjenjë e afërsisë. Është atë që padyshim thotë shfryzoj momentin se je shumë afër dhe lutju Allah subhanahu wa taala. Dhe kur realizohet dhikri, namazi, po pastaj afërsia nëpërmjet sejdës, po pastaj edhe lutja. Këtë këto janë domethënë për bukurive të Islamit se si nëpërmjet adhurimit, domethënë rregullohet edhe sistemohet jeta, po edhe domethënë përmbushet shpirti, kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam teksa robi është në sejdë i thotë lutu, sigurisht i thotë je shumë afër aty ku mundësia është maksimale për me u realizuar që po dëshiron. Dhe ndjenja e sigurisë që ajo që po e kërkon është e realizueshme, ndjenja e sigurisë që ajo që ti po e kërkon je duke trukit deri në atij i cili është absolutisht i plotfuqishëm për me të realizuar, padyshim domethënë që është ndjenjë e mirë. E sidomos imagjinojeni që sejdja vjen pas rukus.
Sejdja vjen pas rukus dhe rukuja është një përkulje e cila të bën shumë njeri madhështor, saktësisht teksa ti përkulësh Allahu te barekuhu teala për ndjenjave dhe domethënieve që e ki është që asnjë krijesës nuk i përkulna, asnjë problemit nuk i përkulna, asnjë presionit nuk i përkulna vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe robi kur arrin me ju përkul Allahu subhanahu wa taala, domethënë lirohet nga çdo lloj skllavërie dhe robnie prej krijesave dhe çiltërohet vetëm përpara Allahu subhanahu wa taala. Madje edhe vaktet, edhe kohët, domethënë përcaktimi kohor i vakteve, domethënë e ka bukurinë e vet, për shembull, pe bukurive të vakteve është domethënë bukuria e disiplinimit, saktësisht një musliman i cili fal pas kohët e namazit në vaktet e tyre të parapërcaktuara e ka një tjetër kulturë, ka një tjetër ndjenjë, një tjetër përmbushje, jetën e sheh më bukur dhe jetën e sheh më mirë sepse e ka edukuar namazit, domethënë me rrytën, disiplinën, sikundër që pas kohët e namazit njëra pas tjetrës në forma se si ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala e ushqejnë ndjenjën e përmallimit. Dhe ndjenja e përmallimit është një prej ndjenjave që sado që mund tingëlloj sikurse ka gërvishje të brendshme, megjithatë ka edhe dashni edhe ka domthonjë përmbushje, sikurse edhe forma se si janë përcaktuar peskohet janë shumë shesha të para me esforcu lidhjen e vërtetë domethënë të robit me Zotin edhe mos me lanën në asnjë moment domethënë kjo lidhje mu vjetru apo domethënë mu dobësu. Edhe vetë domethënia përsëritje së 5 vakteve e ka pjesën e bukur që është e mahnitshme. E shënon Imam Ahmedi Buhariu Muslimi pe Abu Hurajra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë shokëve të vet, ju ka thënë araitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kull yawmin 5 ma taquluna. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush për juve përpara shtëpisë së tij, tek dera e shtëpisë, tek hymja e shtëpisë kish pas një lum ku ishte pastruar çdo ditë 5 herë. Çka kish i thonë? Dhalika yubqi min darani, a ka gjallë që doni njoll ti kish mbet këtij njeriu? Nëse kjo çdo ditë ishte pastruar 5 herë tek lumi përpara shtëpisë. Qalu la yubqi min daranihi shay'a. Ka thonë oj Allahu jo, asesi nuk menohet që dikush i cili pastrohet 5 herë do të ketë ngelt atij diçka prej njollave. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë fadhalika mathalu salawati al-khams yamhu Allahu bihi al-khataya. Thotë kjo është shembulli i 5 namazeve, i 5 kohëve. Me këto 5 kohë Allahu subhanahu wa taala i shlyen domethënë mëkatet. Domethënë është një ndjenjë e çlirimit prej mëkateve, është një ndjenjë e çlirimit prej barrave të veprave të këqija dhe domethënie si kjo dhe shumë të tjera të cilat shoqërin gjatë namazit janë prej bukurive të Islamit në raportet shpirtërore se si përmbushet shpirtërisht domethënë robi. Sigurisht është në fjalë bia për shembull ndjenja e falëndrimit për Allahun teksa fal namazin. Domthonë teksa ti e fal namazin edhe ta ndjesh domethënë sigurisht se Allahu subhanahu wa taala i ka thënë Davudi alayhis salam dhe familjes së tij, "I'malu ala Davud shukra", o ju familja e Davudit, bani vepra të mira në shenjë falëndrimi për Allahun dhe nëse ti ndjen që duke i thënë Allahu faleminderit për ditën e mirë që të ka dhënë, faleminderit për diellin që të ka dhënë, faleminderit për shëndetin që të ka dhënë. Dhe këtë falënderim je duke ia shprehë Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet namazit, ndjenja e shprehjes së falënderimit domethënë është shumë e mahnitshme, saktësisht domethënë është e shpjeguar edhe me shkencat përkatëse që falënderimi lë gjurmë të mahnitshme tek njerëzit, se si domethënë përmbushen dhe ndihen rahat edhe ndërgjegjësohen, edhe kanë një ndërgjegje të pastër teksa i shprehin mirënjohje, domethënë atij që meriton mirënjohjen. Dhe nëse ndihesh mirë, mi shpreh mirënjohjen dikujt prej njerëzve që të ka bëu mirë, sigurisht çish do të jetë ajo ndjenjë kur ti i shpreh mirënjohje domethënë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj për adhurimeve të tjera është edhe agjerimi se si mund ta shohësh bukurinë e Islamit në raportet e shpirtërore. Për shembull, agjerimi vjen për me thy egon, agjerimi vjen për me thyje domethënë individualizmin, vjen për me sforcu lidhjen me Allahun subhanahu wa taala dhe vjen për me spikatën durimin edhe për me aktivizuar domethënë solidaritetin. Këto domethënë kur bën bashk robi dhe njeriu ndihet më mirë, ndihet më i përmbushur, ndihet me një ndërgjegje më të rahatuar. Saktësisht është adhurim, agjerimi prej adhurimeve që hap shumë horizonte për reflektim. Hap shumë, domethënë momente të mahnitshme të reflektimit, e sidomos vijnë disa ndërgjegjësime të jashtëzakonshme, domethënë teksa njeriu agjeron. Teksa agjeron, fjala bie për shembull reflekton për begatit që i ka pas, reflekton se si e ka begatuar Allahu subhanahu wa taala, reflekton se si fjala bie ndoshta edhe ka qenë për gjumën, nuk e ka ditë se sa i begatuar ka qenë e kështu me radhë. Po edhe domethënë reflekton se sa ka gatishmëri
për me bë diçka për Zotin dhe rrjedhimisht me e sforcu tutje lidhen me Allahun subhanahu wa taala duke rujt lidhjen e vërtet me Allahun subhanahu wa taala, po edhe madje edhe rigjallorohen tek njerëzit nëpërmjet agjërimit të disa domethënie që janë shumë përmbushëse në jetë, sikurse janë domethënën lidhjet familjare me xhirin e ngushtë familjar nëpërmjet syfyrit apo nëpërmjet iftarit. Saktësisht ndodh që dinamika e jetës e çdo dite, muajit e kështu me radhë na bën që ndoshta humbim atë rendin e jetës për të qëndruar afër njëri tjetrit edhe për të qenë afër fëmijëve tanë kështu me radhë, edhe ndoshta edhe kur jemi afër, ndoshta nuk jemi me shpirt aty para arsye se dinamika ka bën ndoshta me trupin me aty, po me shpirt, në mend jemi diku tjetër. Ndërkaq vjen Ramazani dhe ul këtë dinamik, vjen iftari dhe syfyri, domethënë edhe ekuilibron këtë dinamik dhe rrjedhimisht pastaj domethënë e përjeton edhe e shijon më shumë domethënë praninë e fëmijëve dhe familjes domethënë afër te. Mos flasim për dobit shëndetësore, mirë po nuk duam me u xhanu të kjo pjesë para arsye se domethënë nuk është në kondicion e gjatës, ndonse është domethënë shumë pjesë e evidentueshme, domethënë se si ka efekt pozitiv. Pastaj edhe zakati edhe sadakaja. Zakati edhe sadakaja se si rregullojnë domethënë raportin shpirtëror, saktësisht se si është përfaqim bukurinë e Islamit të këto raportet shpirtërore të robët me Allahun subhanahu wa taala, thot Allah azza wa jall, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Thot Allah subhanahu wa taala, merr zakatin, domethënë i dëtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë si urdhërues në atë brez, merret zakatin prej njerëzve dhe kjo vlen për nxjerrjen e zakatit, thot merret zakatin edhe lëmoshën prej njerëzve dhe me këtë marrje, me këtë nxjerrje të zakatit le të pastrohen ata, le të çiltrohen ata, le të fisnikërohen ata, saktësisht le të pastrohen zemrat, saktësisht i bie pastrohen prej lidhjes së egër me pasuninë. Në ai momenti kur fillon që ta heqësh një pjesë të pasunisë, edhe ta ndjesh që je duke dhënë për Allahun subhanahu wa taala. Ta ndjesh sikurse po jep mesazh që pasuria nuk ka gjithçka në jetën time. Kur vjen ai momenti që nuk është pasuria që të sundon ty, po ti ai që e sundon pasuninë. Është momenti i çlirimit, është moment domethënë i lirimit të zemrës. Është moment që zemra përmbushet edhe ndjen një forcë për arsye se e kupton që domethënë nuk është rob i parasë, mirë po domethënë është menaxhues i mirë i saj, sikundër që domethënë ndërgjegjësohesh për botën që të rrethon dhe e ndjen domethënë praninë e botës përreth teje. Sikur se shënon Imam Ahmedi wa Muslimi për Numan ibn Bashirit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Do të shembulli besimtarëve se si duhen, se si mëshirohen mes veti, se si solidarizohen mes veti, është sikur se shembulli i trupit. Thot: "Idha shtaka minhu 'udwun tadalahu sa'irul jasadi bi sahari wal humma." Thot nëse një pjesë e trupit, një gjymtyrë e trupit ankohet, një gjymtyrë e trupit e ka një lëngim, një smundje, thot i gjithë trupi pastaj thot ka thot pagjumësi edhe ka domethënën jo rahati. Sikurse zakati edhe lëmosha teksa i ndihmon të varfër edhe teksa i ndihmon njerëzve në nevojë, ta aktivizon këtë ndjenjë që të ndjesh dhimbjen e tjetrit dhe rrjedhimisht ta ekuilibrosh domethënë madhështinë tënde ose domethënë fodullukun tënd, po edhe ta ekuilibrosh ndoshta edhe ndjenjën e përsësurisë. Sikundër që domethënë ndjenja që i dole dikujt sot në ndihmë të kujton edhe diçka tjetër. Është ajo vlera që ti takon këtij komuniteti, ku tek i cili komunitet nesër do të jenë fëmijët e tu, e që ndoshta ata nuk do ta kenë fatin e njëjtë me fatin tënd. Për shembull, nëse menon që ti sot je duke i ndihmu dikujt, edhe je duke dhënë lëmoshë, edhe je duke dhënë zakatin, edhe je duke ju dal njerëzve ndihmë, dhe mendon që ndoshta nesër kapitulon, ose ndoshta fëmijët e tu kapitulojnë. Mirëpo megjithëse mund të dështojnë, ata i takojnë një shoqënie ku ti ke mbjell edhe do të korrin pasardhësit e tu mas një kohë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Është ndjenjë e sigurisë, është ndjenjë e përmbushjes, është ndjenjë shumë e mirë që domethënë të shoqëron në jetë dhe të përmbush shpirtërisht. Ose ndjenja tjetër që Sheikh Muhamedi Sheikh Shoaib thotë që hadithi është hasan prej Abu Kabsha al-Anmariut se Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma naqasa mala 'abdin sadaqa." Nuk ndodh që lëmosha ta paksoj pasurinë e robit. Nuk ndodh që sadakaja, nuk ndodh që zakati të paksoj domethënë pasurinë. Është ndjenjë e madhe ajo kur ndjenja që ti e bën maksimumin, përpiqesh me fitu, munosh me gjithë aftësitë tua me fitu dhe me shtu pasunitë, mirë po në të njëjtën kohë teksa bën mirë,
me pas një ndjenjë që e ke sforcu lidhjen me Allahun subhanahu wa taala, e cila lidhje nën kupton që nuk ka mu të paku pasunia, vetëm se ka mu të shtu edhe ka mu të begatu. Saksisht, këto ishin disa prej shembuj për me kuptu që adhurimet që e bëjmë Allahut subhanahu wa taala janë domethënë investime të drejtë për drejta për një përmbushje shpirtërore. Janë investime të palëkundshme edhe të padyshimta për me fitu domethënë një qetësi, një prej edhe një siguri, e mbi gjitha janë të gjitha një sforcim i lidhjes me gjallin e përjetshëm. Kur lidhesh me Allahun azza wa jall, i cili është pa fillim dhe pa mbarim. Kur lidhesh me Allahun subhanahu wa taala që në dorë ti është gjithçka. Kur lidhesh me Allahun subhanahu wa taala që çfarëdo që e shpreson pritet prej tij. Dhe çfarëdo që friksohesh ai të ruan. Kur lidhesh dhe sforcon këtë lidhje me Allahun subhanahu wa taala, është kulmi i sigurisë, është kulmi i prejes edhe është kulmi i qetësisë. Elos Allahun subhanahu wa taala që çdo adhurim që e bëjmë, më na mësua Allahu me e bëj me sinqeritet dhe për kushtim për të, sikundër që çdo adhurim që e bëjmë për Allahun subhanahu wa taala, ta gjejmë prehjen, qetësinë edhe sigurinë dhe frytshmërinë e adhurimit në këtë jetë dhe në jetën e mëtejme me shpërblime të shumëfishura. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.